Përshëndetje dhe mirë se erdhët te miqtë e pasditës. Stina më ngrohtë po afroz dhe bashkë me te edhe dëshira për të ndriçuar më shumë, për të kujdesur më shumë për vete, për lëkurën dhe për trupin tonë. Për këtë arsye sot kam kënaqësinë të kem doktoreshën dhe dermatologën Silvana Mishtaku për disa këshilla para verës. Silvana, mirë se erdhe. Mirë se ju gjeta, kënaqësi si gjithmonë të jem tek ju. Sot do flasim për gjithë të trajtimet e bukurisë që janë bërë virale dhe shumë vajza kanë dëshirë, sidomos para verës, të provojnë, të eksperimentojnë dhe të bëjnë për të kujdesur për trupin e vetë dhe për fytyrën. Po me kënaqësi flasim për këto trajtime sepse është periudha në të cilën të gjitha vajzat, por edhe djemt, kërkojnë trajtime për të qenë sa më në formë në periudhën e verës. Cila janë, Silvana, trajtimet që njerëzit këshillojnë më shumë? Kërkojnë më shumë, më falë. Pjesa e fytyrës, si gjithmonë on top, dhe trajtimet për fytyrën janë gjithmonë të kërkuara. Por krahas këtyre trajtimeve, në këtë periudhë fillon ekspozimi i trupit, veshjet më të lehta, dhe na dalin në pa ato kilet e tepërta, celuliti, pra ato imperfeksionet e trupit, kështu që rritet shumë edhe kërkesa për trajtimet për trupin. Përfshirë linjat, përfshirë epilimin, pjesën e qimeve dhe çdo gjë që lidhet me trupin. Patjetër, dhe shumë rëndësishme të shkojmë në një person që dhe një doktoresh, një dermatologe që ka eksperiencë, sepse sigurisht në vajzat, kur shkojmë të një klinikë estetike, nuk dim, duhet të bëjmë shumë gjëra, po nuk dim çfarë të bëjmë. Po, dhe këtu vjen ti ka nevojë për një orientim, përveç se të kontrollohet ana mjekësore, se jo çdo gjë është e përshtatshme, por ka nevojë edhe për një orientim se çfarë duhet të bëjmë, që të jetë edhe efektive, por njëkohësisht të ketë edhe një kohë rekuperimi të shkurtër, në mënyrë të tillë që të ekspozohemi sa më shpejt. Patjetër. Kush janë ato trajtimet efektive? Ka një rregull artë që ndoshta ti përdor te klientët dhe din që funksionojnë? Shiko, unë jam në rregullim i artë është kombinimi i trajtimeve, sepse asnjë trajtim i vetëm nuk mund të arrijë mrekulli. Kanë të gjitha hapat rëndësinë e vet, që nga pastrimi i thellë i lëkurës me eksfolimin, eliminimin e qelizave të vdekura, deri tek injeksionet. Pra, të gjitha të kombinuara të ndihmojnë që të arrijnë më shumë rezultate. Dhe kjo është një nga gjërat që në fakt unë ju këshilloj pacientëve të mia, por gjithashtu ju mbaj edhe pritshmëritë me këmbë në tokë. Pra, nuk mund të pretendosh që një trajtim i vetëm të bëjë mrekulli, sepse nuk mund të preki të gjitha anët e lëkurës, të muskujve, të shtresës nëndjamore. Duhet më shumë se një seancë. Duhet më shumë se një seancë ose më shumë se një kombinim, që do të thotë një pastrim i thellë i kombinuar me një mezoterapi apo një trajtim jo invaziv i kombinuar me një trajtim mini invaziv, le të themi në përgjithësi, për të arritur në të gjitha shtresat e lëkurës. Tani që afrohet vera dhe ekspozita me diellin është gjithmonë më e fortë, çfarë trajtime mund të bëjmë për të kujdesur për lëkurën? Është bërë virale shumë vitamina C, ndoshta edhe disa produkte të tjera. Ti çfarë na këshillon? Vitamina C në fakt është një vitaminë shumë e rëndësishme dhe që është bërë pjesë e rutinës të përditshme të lëkurës, por gjithashtu vjen edhe në formën e trajtimeve, sepse është një antioksidant i fuqishëm. Dhe unë doja të thoja që ne dalim nga periudha e dimrit. Periudha e dimrit është një periudhë e cila karakterizohet nga ajër i ftohtë, temperatura të ulta, tharje e ajrit në ambientet e mbrëmshme për shkak të kondicionimit të saj, kështu që lëkura është e dehidruar, ka humbur atë vitalitetin, atë shkëlqimin e saj dhe ka nevojë për një rinfreskim. Në këtë mënyrë na vjen në ndihmë edhe vitamina C, e cila mund të jetë si pjesë e rutinës edhe në dimër edhe në verë, por gjithashtu edhe në pjesën e trajtimeve mini invazive në formën për shembull të mezoterapisë, qoftë asaj me shpime apo pa shpime, për një lëkurë me më tepër shkëlqim, me një ngjyrë më të homogenizuar dhe me më pak problematikat të saj. Disa nga këto trajtime që sapo tregove dhe fole, sa kohë përpara duhet të bëhen përpara ardhjes së verës?
Në përgjithësi kërkojnë 2 deri në 3 muaj para periudhës së verës, por ajo çfarë dua të them është se ato mund të vazhdojnë edhe gjatë periudhës së verës. Por periudha e pranverës, meqenëse se fillon ai ekspozimi, ajo dëshira për të ekspozuar në diell, në ambientet e jashtme, të bënte më të vëmendshëm ndaj vetes, është një periudhë më se e përshtatshme për kryerjen e trajtimeve. Gjithashtu në këtë periudhë edhe rezatimi diellor është më i pakët, temperaturat janë më të përshtatshme dhe të lejojnë mundësinë që ti kryesh këto trajtime. Pra jemi përshtatshëm në kohën e duhur për të nisur trajtimet dhe përgatitjen para verës. Patjetër, për atë që për SPF-n, për pjesën e SPF-s, duhet ta vejmë SPF-n gjithmonë nga mëngjesi deri në darkët ose ka një rregull? SPF-ja është, le të themi, për të mbrojtur ndaj rrezatimit ultraviolet, por ndërkohë lëkura jonë dëmtohet edhe nga rrezet blu, që janë prej telefonave, prej neonave, kështu që nëse ti ke një ekspozim të gjatë ndaj këtyre ambienteve, patjetër që mund ta përdorësh më gjatë kremin e diellit, por jo vetëm mbrojtës ndaj rrezatimit UVA dhe UVB, por edhe ndaj dritës blu. Gjithsesi, në periudhën pastaj më të ekspozuar në diell, rekomandohet që riaplikimi i kremit të diellit të jetë çdo 2 orë pas futjes në ujë apo pas djersitjes, pra në varësi edhe të aktivitetit. Dhe ajo filtri SPF-ja është një indeks që tregon se sa minuta zgjat mekanizmi mbrojtës i kremit të diellit. Por gjithashtu kremi i diellit duhet të aplikohet edhe në sasinë e duhur, sepse nëse aplikon një sasi jo të duhur dhe jo të përhapur mirë në të gjithë fytyrën, atëherë nuk është mbrojtës. Ndoshta disa njolla ose disa problematika. Njolla problematika, për shembull, si kam vënë, aplikohet kremi deri këtu dhe pastaj na krijohet një njollë tek rënja e flokëve, tek vija e flokëve. Se njerëzit e hapin në mënyrë... E hapin me idenë edhe që mos të yndyrosin pjesën e flokëve, edhe pastaj pas verës vinë me një vijë njolle. Atëherë unë mund të këshilloj në këtë rast, vetëm ja këshill që mund të jap të merrni me vete një penel, një furçe beauty dhe ta veni kremën SPF me penel. Që ke interesante si metodë, mund të si kremi, si kremi. Po pra, ideja është që nuk duhet të lëm asnjë cep, jo vetëm të fytyrës, por të qafës, të dekoltes, sidomos tek femrat që për shkak të ndryshimeve hormonale, pjesa e qafës dhe dekoltes ka një proces plakje të dukshëm, dhe aty dallojmë edhe moshën e femrës, aty nuk duhet neglizhuar në asnjë mënyrë. Kush është një nga trajtimet që ti nuk do kishe shmangur? Që e përdor edhe për vete. Tani Silvana tërgo disa sekrete personale. Se ke një lëkurë fantastike, të shikoj atë një dhe ke shumë të bukur. Të falenderoj. Shiko, më vën në zgjedhje shumë të vështirë, sepse të thash kombinimet janë çelësi i suksesit. Megjithatë, do përmendja një trajtim që është gjithë përfshirës, se më lejon të bëj disa gjëra, plazma me vitamina. Pra injeksionet të plazmës të ekstraktuar nga gjaku i pacientit, të kombinuar me vitamina. Akoma më të avancuar se sa kjo, por që bazohet e plazma, është plazma me egzozome, që është një koncentrat i gjakut të vetë pacientit, duke e bërë një produkt shumë të përshtatshëm, pa risk për alergji, por një kohësisht e bën edhe 10 fish më të fuqishme se sa plazma e zakonshme. Okej, a është dhimbshme? Ka dhimbje? Dhimbja është minimale, aplikohet krem pirës paraprakisht, dhe është individuale. Dikush e duron më shumë, dikush më pak, por nuk është se është një dhimbje e padurueshme. Bëhet një preliev gjakut? Po, bëhet një preliev gjaku dhe pastaj gjaku përpunohet në tuba të caktuar, me përbërës të caktuar për rreth 40-50 minuta në mënyrë të tillë që të nxirret ekstrakti i plazmës. Dhe në krahasim me plazmën e zakonshme ka edhe më pak injeksione, më pak shpime dhe përpasoj më pak dhimbje, dhe ndërkohë është më e përqendruar në përbërës aktiv. Interesante, pastaj vendoset më kufizove, po të zgjedh një trajtim që ti përfshi disa gjëra. A mund të bëhet përpara për mos të ngjuar më shumë dhimbje, a vendoset përpara një krem pirëse të fytyra ose aplikohet direkt? Po, patjetër, mund të aplikohet kremin pirës dhe në përgjithësi procedura paraprihet nga aplikimi i kremit pirës dhe më pas injeksionet.
Kështu që, jo, nuk është diçka që nuk suportohet, por edhe trajtime... për si shembull dhe gjithë njerëzit të ndjeshme që kam pak frikë nga punëturët e vogla, nga serinjtë e vogla. Gjërat nisen hap pas hapi dhe unë në përgjithësi testoj edhe se sa mbajnë në trajtime dhe ka raste që shikojnë dhe këto trendet virale, për shembull dhe më shkruajnë, unë dua të bëj këtë trajtimin, duke e njohur për shembull nivelin e dhimbjes dhe di për shembull që ka njerëz që nuk durojnë dhe ka trajtime që djegin, i shkruaj ky trajtimi nuk është për ty. Edhe kështu që i përshtasim trajtimet. Nuk i bën klientëve gjëra që janë virale, po ja bën në varësi frikën, në varësi problematikët të ndryshme që kanë në të fytyra. Është shumë e rëndësishme që trajtimet ti përshtatësh në të gjitha kompleksitetin e karakteristikave të individit, qoftë tek niveli i dhimbjes, po qoftë tek koha e rekuperimit, se një person që ka për të dalë për shembull çdo ditë në ekran, nuk mund t'i bësh të njëjta trajtime si një person që ka mundësinë të ri disa ditë në shtëpi. Kështu që përshtatshmëria është shumë e rëndësishme. Sa herë duhet të bëhet ky lloj trajtimi? Një herë në 3 muaj, 6 muaj? Në varësi të indikacioneve dhe të problematikave të lëkurës. Sigurisht që në moshat e reja mund të bëhet më rrallë, ndërsa në persona që kanë më tepër problematika në lëkurën e tyre, mund të kryhet çdo muaj për 3 deri në 4 muaj rresht. Interesante, do me sa në ky trajtimi të bën nga 40 vjeç të bën 30 vjeç. Jo, këtë nuk ta them dot dhe jam kundër kësaj, se gjithmonë ndodh edhe që më nisin reklama të tilla prej të tjerëve që të bën 10 vjet më të ri, nuk mund të bëhemi 10 vjet më të ri dhe as më pak me një trajtim të vetëm, sepse procesi plakjes është një proces fiziologjik që përfshin jo vetëm lëkurën, por muskujt, ligamentet, kështu që është mirë të ri me këmbë në tokë dhe të shijojmë edhe rezultatet që marrim nga trajtimi. Sepse nëse presim mrekullin, apo të kthehemi 30-20 vjeç, do zhgënjehemi, kam frikë. Shumë e vërtet. Doktorë Silvana, ku fillon procesi i plakjes, me qenë që gjithë vajzat e kanë frikë? Ka një moshë të caktuar? Unë e quaj procesi maturimit, Beniada. Se unë kam lexuar disa gjëra në Instagram që ka një moshë, nuk dua ta them, sepse ndoshta çfarë shkruhet në portale nuk është realiteti. Po faleminderit, nuk do ta thuash dhe po më lë ta them unë që fillon rreth të 25-ave. Domethënë procesi i pakësimit të prodhimit të kolagjenit fillon rreth të 25-ave. Por që rreth moshës 30-40 fillon ai maturimi, le të themi. Këtu ka edhe karakteristika individuale, vlen për të përmendur, sepse varet baza genetike, varet ekspozimi në diell, që njerëzit nuk e kuptojnë se sa i dëmshëm është rrezatimi ultraviolet për lëkurën. Nuk po themi që ne të mos ekspozohemi në diell, se nga ana tjetër na rrit nivelin e serotoninës, sintezën e vitaminës D, të mirëqenies në përgjithësi, por duhet të zgjedhim të paktën oraret ku rrezatimi ultraviolet është më pak i dëmshëm në mënyrë të tillë që mos të dëmtojmë sintezën e kolagjenit. Dhe ne themi që 70% e plakjes së lëkurës vjen nga ekspozimi në diell, pra nëpërmjet procesit që quhet fotoplakje. Pra, plakje nga ekspozimi në diell i lëkurës. Tani e kuptoj pak sekretin e kinezëve që ku vjen vera, i shikojnë nëpër plazh me një çadër të vogël dhe kam kuptuar me shumë vonesë, po e kam kuptuar arsyen. Si ka që e ke kuptuar se nuk është asnjëherë vonë. Ku kemi qenë të vogla nuk i shikoshim shumë, po do fillojmë edhe të përdorim edhe ne më duket çadrën e diellit në verë. Shiko, ekspozimi në diell dhe ajo ngjyra, nxirja që neve na pëlqen shumë është në fakt një mekanizëm i lëkurës për të mbrojtur nga dëmtimi. Pra, ne ekspozohemi në diell, ndodhin disa zinxhir kimik, mekanik, disa reaksione, të cilat stimulojnë melanocitet, qelizat që mbrojnë lëkurën nga rrezatimi ultraviolet, për të prodhuar pigment, në mënyrë të tillë që ta mbrojnë nga dëmtimi i mëtejshëm. Dhe sa më shumë ne nxihemi, aq më shumë lëkura tregon që është dëmtuar. Kështu që duhet ta ndryshojmë të nxihemi. Nuk duhet të nxihemi. Do mbetemi të bardha si koreanët, lëkurë e bardhë, lëkurë perfekte. Lëkurë fisnike, lëkurë mbretërore. Po me qenë se po i përmendim shumë koreanët edhe 1 në 3 pacient kërkon lëkurën e koreanëve, ja ta themi edhe këtë që ekspozimi në diell është një nga faktorët që dëmton lëkurën dhe të bën mos ta kesh si të koreanëve. Atëherë duhet të përdori një SPF shumë të lartë, i 100%, se më duket 50 nuk është e mjaftueshme. Po, shiko, filtri 50 me 100 ka një diferencë shumë të vogël në mbrojtje.
2% më shumë. Nuk është se SPF tregon eksaktësisht se sa të mbron. Nuk ka mbrojtje 100% nga ekspozimi në diell, kështu që mirë është të rish në hije, me çadër, me kapele, dhe atë ekspozimi në diell ta bësh në mëngjes, në rrezet e para, dhe 1 orë para perëndimit të diellit. Pra, jo në oraret e pikut të rrezatimit ultraviolet. Do të ngjojmë gjithë këshillat e tuaja, por unë dua disa këshilla tjera. Ta lejmë në një anë fytyrën, se mendoj që e kemi kuptuar, por atë që për tek trupin, çfarë këshilla mund të japësh për të bërë disa trajtime, sepse sigurisht tani me ardhen e verës, me kalimin e dimrit dhe me ardhen e verës, kemi hangër pak shumë, ndoshta kemi exagjeruar tepër me ambëlsirat ose me bulmetin, dhe kemi shtuar disa kile, jo vetëm unë, po mendoj që shpresoj gjithë shqiptarët. Për te shakave, çfarë këshilla mund të na japësh për të bërë disa trajtime që ndoshta mund të ndihmojnë edhe për celulitin, edhe për pjesën e barkut, se është një pjesë pak e vështirë? Për trupin në fakt kemi disa problematika që për shkak të shtimit në peshë vihen në dukje. Një prej tyre është celuliti. Koncepti për celuliti në kohët e sotme ka ndryshuar. Pra, celuliti nuk konsiderohet më thjesht një anestetizëm kutan, pra një imperfeksion estetik, por konsiderohet një patologji që karakterizohet nga inflamacion i indit djamor. Dhe thonë këtë, edhe trajtimet duhet të jenë në mënyrë të tillë që ta pakësojnë këtë inflamacion. Trajtimi që mua më pëlqen në fakt dhe që e sugjeroj është kombinimi i radiofrekuencës me ultrasound. Pse këtë? Sepse nga një anë ultrasound pakëson depozitat djamore, pra ultratinguit pakësojnë depozitat djamore, të kombinuar edhe me vakumin i thithë më mirë depozitat djamore. Nga një anë, nga ana tjetër, radiofrekuenca lejon, stimulon prodhimin e kolagjenit dhe tërheqjen e lëkurës. Pra bën lifting të lëkurës. Dhe në krahasim për shembull me platforma që trajtojnë vetëm celulitin, një aparaturë që përmban radiofrekuencën dhe ultrasoundin, siç është Accent Prime, siç është Primexi, që janë aparatura me disa platforma të përfshira, trajtojnë jo vetëm celulitin dhe limfodrenazhin, por njëkohësisht dhe stimulimin e prodhimit kolagjenit dhe efektin lifting. Sepse vëre që një pjesë e mirë e vajzave drejtohen për të kryer trajtime për celulitin dhe thonë vëre që celuliti është më i përmirësuar, por nga ana tjetër e shikoj lëkurën më të varur. Prandaj më pëlqen kombinimi i radiofrekuencës me ultrasound për trajtimin e celulitit. Nga njëra anë, nga ana tjetër, duhet të bëjë një kombinim, po. Gjithashtu, ka trajtime me injeksione, të cilat na vinë ndihmë, sidomos në gradën e parë dhe të dytë të celulitit, sepse ka një problem që shpesh herë ne drejtohemi kur celuliti është shumë i dukshëm, si në pozicionin e fundit. Po, si në pozicionin shtrirë, si në këmbë, si në pamje të lirë, si kur e prek. Dhe në këto stade është shumë e vështirë që të arrish rezultate në trajtimin e celulitit. Po, është ajo efekti, nuk e di, po shqip thuhet të lëkura e portokallit, po, por që është e dukshme me sy të lirë edhe në këmbë. Pra jo vetëm kur ti... Faza e fundit, do me thanë. Është faza e fundit. Aty në fakt është instaluar dhe fibroza. Pra edhe celuliti shpjegohet me mekanizma fizpatologjik të mirëfillt. Prandaj kërkon dhe një trajtim jo kaq sipërfaqësor, jo thjesht masazhe. Masazhi mund ta ndihmojë përkohësisht, por thjesht e maskon. Ka raste se më vinë goca edhe të nxira nga masazhi. Është masazh i egër, masazh i fort. Ai e shton akoma më shumë inflamacionin sepse ka shtuar traumën. Do të thënë nxirja nuk është diçka e mirë. Masazhi traumatik me nxirje jo, absolutisht jo, sepse ti po shkakton traumë, ti po rrit inflamacionin. Jam absolutisht dakord. Kështu që nuk është një trajtim efektiv dhe aq më pak pastaj afatgjat. Kështu që flasim për trajtime efektive, afatgjata dhe që të jenë jo traumatike, të ulin inflamacionin dhe të fillojnë që në gradën e parë dhe të dytë, ku rezultatet janë të rikthyer, sepse grada e 4 është një gradë pastaj shumë e vështirë me fibrozën të instaluar, hipoksin e indeve, kështu që është e vështirë për të rivendosur. Po, sigurisht edhe po është e vështirë, mendoj që prapë
me disa tretimet të dura mund të përmirësohet goxha lëkura? Mund të përmirësohet lëkura, mund të përmirësohet pjesa e celulitit, dhe kjo gjithashtu e kombinuar edhe me stilin e jetesës, shtimin e aktivitetit fizik në mënyrë të tillë që të rritet qarkullimi i gjakut, sidomos në pjesën e këmbëve kur ne duam, se aty është zona kryesore e celulitit, në mënyrë të tillë që të rrisim oksigjenimin indor. Pra, oksigjenimin e shtresës diamore, dhe të eliminojmë qelizat diamore. Pra, për çdo gjë ka një zgjedhje. Ka një zgjidhje që kërkon kohë, kërkon durim, prandaj duhet nisur sa më herët të jetë e mundur. Në pranverë jemi në kohë për të nisur, seancat për shembull të këtyre trajtimeve që them, si Primex-i, marrin rreth 6 javë në total, pra një muaj e gjysmë. Gati për sezonin e verës. Që po, të jesh gati në sezonin e verës. Megjithatë duhet ta ndryshojmë një çik të mentalitetin dhe të përpiqemi që të jemi në formë gjatë gjithë vitit. Patjetër. Dhe jo të presim pranverën për të filluar palestrën, për të filluar trajtimet, por ta mirëmbajmë veten çdo ditë. Doktorisa Silvana, faleminderit, ishte një kënaqësi që sot të kisha këtu te Miqtë e Pasditës dhe na zbukurove studio me gjithë këto informacione dhe unë jam e sigurt që gjithë vajzat shqiptare kanë shijuar pafund këtë bisedë. Është shumë kënaqësi të jem prezente në emisionin tuaj. Faleminderit. Faleminderit edhe ty. Shkojmë pak në publicitet dhe rikthehemi pas pak.